Britania luftoi, bastisi dhe pushtoi në pjesën më të madhe të botës dhe sipas një shifre të cituar shpesh, vetëm rreth 22 shtete nuk u pushtuan kurrë prej saj. Le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të këtyre përjashtimeve sipas rajoneve. Në Amerikë zakonisht përmenden 3 vende që nuk u pushtuan: Paraguay, Bolivia dhe Guatemala. Kaq për hemisferën perëndimore. Në Evropë, Suedia dhe Bielorusia i shpëtuan pushtimit britanik, së bashku me disa mikroshtete që duhen përmendur qartë: Andorra, Liechtensteini, Luksemburgu, Monaco dhe qyteti i Vatikanit. Në Afrikë zakonisht përfshihen 7 vende: Burundi, Republika e Afrikës Qendrore, Çadi, Republika e Kongos, Bregu i Fildishtit, Mali dhe Sao Tome dhe Principe. Në Azi në këtë grup hyjnë Mongolia dhe 3 shtete të Azisë Qendrore: Kirgistani, Taxhikistani dhe Uzbekistani. Duhet theksuar se kjo listë nuk lidhet me daljen në det, prandaj ky shpjegim duhet shmangur. Në Oqeani zakonisht përmenden vetëm ishujt Marshall si vende që nuk u pushtuan kurrë nga Britania.